Jeta jonë në këtë vend është sa jemi tri, vrapojmë pas paras. Edhe e lojmë tërë shëndetin që të fitojmë para. Kur ne smuhemi, pastaj I japim tërë parat me kthy shëndetin edhe njëherë. Por shëndeti nuk kthehet prapë. Ka ardhur një njeri te Hasan el Basri, një dietar I madh, edhe ai është ankuar te ky dietar I madh edhe ka thënë: "O imam, me të vërtet me ka rënduar jeta. Jam fukara, s'kam asgjë para vetvetes. Me të vërtet jam fukara që asgjë s'kam." Ky imami I mençur tha: "Qysh s'ke, tha, ti ke më shumë se shumë njerëz të tjerë." Tha: "Çka e ka folur?" Tha: "Ashe që asgjë nuk kam përveç shpirtin edhe trupit që e kam. Asgjë para vetvetes nuk kam." Tha: "Unë po të pyes një pyetje edhe ti përgjigju. Këtë trup që e ke, këta sy, këto duar, këto këmbë, vetëm syt që I ke, qofse unë t'i jap 1 milion lira dukatitarit apo, thot, a mi jap që ta sy që I ke?" "Si t'i jap syt me çka shone?" "Në rregull, tha, këto duar, tha, që Allah t'i ka jap, edhe ti mund të punosh, ti mund të ecësh, ti mund të kapësh çdo sen për 1 milion lira tjera, a mi jap këto duar?" "Si t'i jap këto duar?" Tha, "Unë çka do bëj me vetveten?" Pastaj, "Këto këmbë, ai pia një ka një." Edhe ai e kuptoi që shëndeti qenë ka më me rëndësi se sa paraja. Edhe I tha: "Ec." Tha: "Vrapo edhe ec, a e shetha që ti je multimilioner. Vetëm këto gjëra, sikur ti të më shitësh mua, syt, duart, këmbët, veshkën, zemrën, tha ti ishe bë milioner." Tha: "Shkoj dhe mos anko se Allah ta ka jep shëndetin."